Kuqezin mbrëm në stadiumin AEK Arena zhvilluan seancën e fundit stërvitore para përballjes së sotme të raundit të 6 të UEFA Conference Liga, kur përballet AEK Larnaka e Çipros dhe kërkojmë rezultat pozitiv për të konfirmuar kualifikimin në fazën e ardhshme të kësaj gare. Pas seancës stërvitore të fundit, u mbajt preskonferenca zyrtare ku para mediumeve folën trajneri Jeton Beqiri dhe portieri Babakaj Gaj. Trajneri Beqiri tha se kanë dëshmuar se mund të përballojnë edhe ekipet e forta evropiane. Ne kemi provuar se kemi mundur të luajmë me skuadrat forta në Europë gjatë këtij kompeticioni. Ne kemi respekt maksimal për ekipin e AEK-ut, por në asnjë moment, nuk futemi në ndeshje për të friksuar nga asnjë kundërshtar pavarësisht forcës dhe nivelin që kanë ato. Me punë dhe me seriozitet jashtëzakonshëm gjatë gjithë ndeshjes, shpresoj që edhe nesër të dalim me rezultat pozitiv. Duke folur për kundërshtarin, tha se posedon një mbrojtje jashtëzakonisht të mirë. Ekipi i AEK-ut, posedon një mbrojtje jashtëzakonisht shumë të mirë. Ato kanë pranuar vetëm një gol në ndeshjen e fundit, por nuk mendoj që vetëm mbrojtja e tyre bën diferencën. Ata luajnë si ekip në grup, sulmojnë dhe mbrohen së bashku. Jam i mendimit që për të dalë me rezultat pozitiv nesër ne duhet të bëjmë një performancë të nivelit lartë, për të cilën ne bisedojmë, bëjmë analizë dhe flasim me futbollistët gjithë këtë javë që të mundohemi të përfundojmë me sukses këtë aventurë evropiane sa i përket këtyre 6 ndeshjeve që kemi në ligë. Pastaj, sipas rezultatit, dhe shohim se çfarë do na sjell fundi i ndeshjes. Portieri Babakaj Gaje tha se i gjithë ekipi duhet të jemi shumë të vëmendshëm pasi AEK Larnaka është një skuadër kualitative. Obviously we work very detailed on our opponents. Natyrisht ne punojmë shumë në detaje për kundërshtarët tanë. Ata janë një ekip i mirë me lojtarë cilësor dhe ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm. Jo vetëm unë si portier, por i gjithë ekipi të jemi të vëmendshëm për cilësitë e tyre. Jemi duke punuar në këtë drejtim fal edhe stafit të trajnerëve. Secili duhet të jetë i vetëdijshëm për kualitetet e tyre, por edhe kualitetin ton dhe gjithë këtë ta shfaqim nesër në këtë ndeshje, tha portieri Gaje. Ndeshja AEK Larnaka Shkëndija luhet nesër mbrëma në stadiumin Arena Larenka, me fillim në ora 21. Drejtësi do të ndaj arbitri nga Lituania, Manfredas Lukjančukas. Drita Gjilani gjithashtu sonte në ora 21 do të luajë ndeshjen e fundit të fazës së ligës në Ligën e Konferencës kundër Rayo Vallecano's.